Një zbulim I fundit arkeologjik në Megiddo, Izrael, po ndriçon fuqishëm historinë dhe besimin e krishterë. Në një burg modern, arkeologët kanë zbuluar një vend lutjeje të krishterë prej rreth vitit 230 pas Krishtit, gati një shekull para Konstantinit. Edhe ajo që u gjet aty është provë e fortë siguri. Një mozaik me mbishkrimin për Perëndin Jezu Krishtin. Ky zbulim ja mbyll gojën atyne që thojnë që hynia e Jezusit ka qenë vetëm shpikje e Konstantinit, sepse të krishterët e parë, një shekull para Konstantinit, kur ishin të jetu në kohë për ndjekjeje, e kanë adhuruar Jezusin si Perëndi të mishëruar. Kanë besuar që ai ka vdek dhe u ringjall, që secili, hebrej apo jo, burr a grua, mundet me jetu për jetë me të. Kjo nuk është legjendë, as manipulim, është histori e verifikuar. Nëse ke pas ndonjëherë dyshim për Jezusin, mos u mbështet në teoritë lasta dhe të dobta. Shqiri provat, ulëmto vetë evidencën që ekziston, edhe vetë sheh që Jezusi gjithmonë ka qenë kush ka thënë se është, biri I Perëndis, shpëtimtari I botës. Edhe sot, ftesa e tij është për ty, me besu, me u kthy te ai, me ecë në të vërtetën e me jetu përgjithmonë bashkë me të. Shumë respekt.